Përshëndetje. Nuk do ta xhiroj. Do të xhirosh se duke shumë bukur. Absolutisht. Faleminderit, dukemi bukur që treja. E kemi të brus sot. Bëni mashallah jo nga shtëpia se po thym në kokë në qafë. Nuk e kemi falendëruar asnjëherë Altin Lalën për veshjet tona. E vërtet, duhet falendëruar. Që është momenti Alti, faleminderit. Alti, we love you. Që je marrë me ne dhe tekat tona, kryesisht të mijat. Se këto Bjeta tjerat te kanjoze. Lulululu. Unë ndihem shumë e trishtuar, se edhe përpara se të ndizeshin kamerat, domethënë ndihem shumë nostalgjike që po mbaron sezoni i dytë i pa Aman, manuali. se në fundit që xhiruan mbarimin e sezonit, mendonin njerëzit se do ktheheshim më nga të qarat. Ups. Shiko, Jo, Blerë tash mërzitur se është episodi parafundit. Parafundit i sezonit. Çfarë do flasim sot? Para se të kalojmë te tema, ne kemi parë në TikTok një video që na doli Ishte shumë rastësisht. interesante ajo. Ishte shumë interesante, që një faqe që kishte makina më duket, po. Po, një faqe shiste makina. Grumbulloi të gjithë çunat. Ishin shumë- po. Edhe kishte edhe një sfidë çunave që të flisnin për marrëdhënien e tyre me gocat që kishin, Të dashurat. po ose të dashurat, por në terma makinash. Parasysh si na kërkojnë ne që t'i shpjegojmë marrëdhënien me çunat në terma Po. make-upesh Po. ose skincare. Ata e kishin bërë, por realisht unë nuk e di nëse e merr ti përsi për ti përkthesh, Sa sepse gjëra, unë nuk e sa kuptoja dot se çka kishin dashur të thonin. A kishte Në në ato bitur komente. po? A mund ta lexojmë këtë Lexoj, fare? lexoj, Ishte shumë tani e kuptova çfarë do të thënë. Ha. Volvo është shumë reliable, shumë e besueshme. Kam porositur edhe një Mini para 5 muajsh, vjen për 4 muaj. Cute, më thosht Adzan. Po. Cute. Personal dhe kjo. Se mos ka prosit në dashnore. Ja. Është një mini Volvo. Cute pa. Dikush thot, bën sikur është me 20.000 kilometra, por nga performanca duket që ka kaluar 300.000. Po pse lexove shumë me zë nostalgjik, po Kjo pse ishte kjo? kuptohet. Duket sikur ka kaluar, po ka kaluar 300.000. Po, i bie që Nuk është cute. jo nuk Është është aq cute, cute. po i bie që këtij si pëlqen kjo që ka. Është shumë e përdorur, Është shumë e pra. përdorur Është si makinë automjet, si makinë. Po lëre pra, lëre të gjej shoferet e duhur. Çalli keti që i zën se diljen, shoku dashur. Makina me qera është zero stress. Paguan për Aça makinën. jeni jo. Paguan për makinën dhe marron punën dhe e lë pastaj. Did he lie? Did he lie? Did he Edhe po lie, ta- though? Po dhe po e gërvishte, thu se kam bëu unë ishte. Kështu që E vërtet. Edhe njëri thot, I lexojnë koment vazhdo. njëri thot, harxon vlla shumë, ka goxha kilometra, po ka interior të mirë dhe zhurmë të bukur. Bravo. Po bravo, po çfarë do të thot Ka zhurmë bukur. me zhurmën çfarë do të thot? Duket sikur të ka përshkruar ty, ti jep këtë vaj. Sa vibe kjo? Sa vibe Është shumë mirë, është e bukur dhe ka zhurmë të është Dhe ka goxha interior të goxha mirë. kilometra. Jo, se lexove këtë ti, jo, se kisha për këtë. me zhurmën do të thotë që e ka makinën si soprano. Këndon mirë. Qartë. Lexoj pak të tjetrin, të lutem. Motorin e ka super gjendje, thot, interiorin shumë të bukur, por halli që truri i kambios i ka dal nga kontrolli. Unë e çoj te D-ja, ajo ecën i ndjetër. Po mirë, sa i bie që budallaq ajo? Që do Më të thot pëlqen. nuk i merr sakt komanda, Nuk i të marr. kupton? Nuk i merr komandën. Unë e çoj te D-ja. Që çunat shmisën e komenteve kanë seksuale për të përshkruar të dashurën. Sepse aty ju rrit shkretëve. Absolutisht tregon shumë. Absolutisht. Njëri thot, Mercedesin e ka zënë pluri, përdor më shumë këtë elektriken. Wow. Edhe sa harxhon elektrike tani Mercedes Ose marka dashnore. Amë O, faleminderit. Nuk e kuptuam. Wow! Wow! Mund ta kishte krahasuar Mercedesin me një pjatë fasule, kështu i bie. Përveç kur kur thonë që nuk hahet fasula gjithë jetën, po Mercedesi është markë e fortë, mor Sa i jepet Mercedesit Mercedesi nuk e gjen gjë më gjithë jetën, bëj çfarë duash ti, nuk e gjen gjë. Si mund ta krahasosh me një makinë elektrike që nuk ka askuj mbush me E gaz? shikon, ai e din që Mercedesit mund t'i bësh çfarë të duash se gjen gjë, prandaj e tradhon. E tradhon me makinën elektrike. Po. Sa interesant janë. Pa. Harxonte shumë vaj. Ja si që të ajrit kishte perfekt të katërta, po harxonte shumë vaj. Nuk e kuptova. Ja si që të ajrit i kishte perfekt të katërta.
Jasticet e ajrit. Okej. Jasticet e ajrit. Po duket që të jasticet harxhonte shumë vaj. Edhe unë po të kisha të katërta jasticet të mira, do harxhoja shumë vaj. Gjesi Gjoni këtë. Duket full option, thot, po sa hyn në rrugë të vështirë, ndizet check engine. Unë Duket duket nuk kupton me këtë ky. Unë duket që t'i jap makinës. Qarta zi. Duket sikur është full option, po në rrugë të vështira ty të nxjerr atë check engine është që të prishet motori, Po, që nuk mban aq shumë sa ç'duket Gjesi. Në rrugë të vështira Gjesi. Unë mendoj që rrugësh. nëse një çun do komentonte këtu për mua do thonte është shumë e mirë, por airbag-ët e sedilëve të para nuk i ka. Mrapa. Brava. Me pas aksident, shqyra e që pasagjer mrapa. O Megli. E ka do thoja për gjithë panelin, po në fakt e ka vetëm për këtë dy. Ajo, edhe vaja John, ajo është aty komenti. Oh, zoti ma sa interesant, janë shumë Para shpëton më mrapa. Jo, edhe mrapa. Edhe mrapa. Edhe mrapa, ç'është kjo? Ju falenderoj. Falenderoj të t'ja zemrës. Thot njëri, kam një Turan 2 mish. Naftë, thot, të dëise, jam su këta. Kështu motorike, generike, 10-10. Po du të marrë në një gjëmë më sportive, që më sugjeron. Dhe ka thënë ai tjetri poshtë, merr një RS6. Po mban ti RS6 marr player. Nga Turani në RS6. Nuk e mban dot se ti aq lekë në xhep. Për atë sa naftë ishte 2 mish, për 2 mishë naftë, RS6, zemra ka motorin 4 mish, 5 mish, çuna sa e ka, 4 mish, 5 mish. Si mund marrësh ti nga Turani? Me borxhe. Si shumica çunave që marrin makinë borxh. Se xhep shpuma jeni ju dhe doni me mbajtër RS6-ta, se përballoni dot. Koka motorit rrjedh antifriz. Çfarë do të thënë kjo? Po qeshin çunat. Koka e motorit rrjedh antifriz. Mendoj që është ajo që është ajo që po mendoj unë? Koka motorit. Mas emisionit ti, drejt fëmije. Kur nxefet shumë, lëshon antifriz? Se kuptoj. Ose e kuptova, është mirë. E mirë është, nuk i ndodh gjithëve. Mosa shumë e glise, u emocionua Berta. Ku e shkretat. Mirë, tani do i lëm të komentet. Çfarë makine keni ju? Do përgjigjen reale apo përgjigjen sipas TikTokut? Për çfarë po flisnim ne tani? Jo, s'ka makinë pra, s'kam fare makinë. S'ka makinë fare. S'ka makinë fare. Vdesteci nuk ka makinë. Okej, çfarë makine do doni të kishit pra? A shi shefi është i madh? Megli, cila është makina jote e ëndrave? Do një që i punon shumë i motori. Nga një sportive që teci shpejt. Teci shpejt. Qartë. Me apo pa zhurmë? Zhurmë të bukur. Zhurmë të bukur. Nga të veshë. Vazhdojmë. Qartë. Duke nisur pak edhe nga tema e fundit që ne kishim. Pra sa thonte marr nga ky muhabet. Jo, nga ky muhabet. Do ndryshojmë tërësisht. Dua të ma lidhesh këtë që fole tani me temën e sotshme. Bëu kreative. Bëjmë kreative. Okej. Atëherë, të gjithë ju keni pasur makinën tuaj të parë. Dhe nuk e keni matë, po pse ç'a ndodhi, pse e shitët, pse e çua tek varreza. A ju a mori dikush tjetër? A ju a vodhën makinën? A bleve një të re, a more një të re ndërkohë që ishte me një makinë caktuar se kjo s'po të pëlqente më? A e kujton akoma makinën tënde të parë dhe bësh nostalgjike dhe ndoshta do t'i kthesh? Po, dhe pse nuk je më me makinën e parë? Çu deshe e hoqe, ç'a ndodhi? Shumë e bukur. Thënë të gjitha këta. Ne sot do flasim për dashurinë e parë. Ai na dënë, unë nuk vi në këtë. Nuk jeni akoma me dashurinë tuaj të parë. Pse? Çka ka ndodhur? Pse nuk jeni? Pse si ti Megli? Megli? Kush Megli? Është Megli. Unë nuk jam se nuk jam. Nuk është. Qartë. Jam. Si je ti me dashurinë e parë? Unë ndrova makinën për më mirë. Po tani jam pa makinë fare se s'kam nerva. Më pëlqen të eci, jam fit. Të pëlqen të ecësh, okay. Ishte nxorri ca probleme të vazhdueshme makina ime.
Ishin të përditshme, e rregulloje, prishej prapë, e rregulloje, prishej prapë. E nisi për shtetit fare, tha ta marrin kur ta marrin. S'është më imja. Nuk është më imja. Të gjithë e njohin tashmë makinën tënde të parë, atë që ti ke përfunduar. Që ke dërguar në Angli. Është shumë interesante sepse në 2 sezone, në gjithë këto episodet, ne kishim folur për të gjitha format e dashurisë, lidhjet, tradhtit, ku diun, dashuria e fundit, etj, por nuk kishim folur për dashurinë e parë. Shumë cute. Atë dashurinë që njerëzit thonë dhe shumë thonë që është e pavdekshme, ti nuk e harron kurr, e bla 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 bla. E vërtet është. Domethënë shumë gjëra të bukura për dashurinë e parë, por siç ka ato të bukura të veta, ka dhe ato unë harroj të qijat. I harron të Kam një mekanizëm mbrojtës që të qijat i harroj. Po çfarë kujton ti për shembull nga dashuria jote e parë tani? Shumë cute, shumë e pastër, pa hile nga të dy anët. Domethënë kishim të dy lekët që në shtëpisë për shkollë, ndanim bashkë. S'ka problem. I vnim dhurata njëri tjetrit, gjëra të vogla. Pa ngrënë, do hajm. S'do hajm. As të kohë. Lekshën e sanduiçit sot s'po e harxoj që nesër ti ke një kafe. Po pse ndryshove? Çfarë ndryshoi më vajt? Tash pra ta probleme makina. Shiko se ka shumë njerëz për shembull me dashurinë e parë edhe përfundojnë. Po për shembull mua personalisht më duket shumë e vështirë, më duket shumë sfiduese, jo e vështirë, se ju jeni dy njerëz të ndryshëm që keni ndryshuar, jeni rritur, ndoshta mund të shkoni në 2 drejtime të ndryshme, po ju nuk e pranoni, e kupton se çfarë dua të them? E kuptoj, po nuk keni kaluar eksperjenca, po mund të marrni, më thënë, mund të rriteni që shkoni në drejtime të ndryshme, po pse di unë bëhem shumë kështu, kam njerëz në Durrës që i shikoj në Facebook, të cilët janë lidhur në klasë të 8 bashkë dhe janë akoma bashkë dhe presin fëmijën e parë. Edhe pse një nga ai çuni kishte shkuar të bënte shkollën jashtë, është kthyer, ato e kanë mbajtur lidhjen gjithkohës. E thjesht e shoh dhe më duket e pamundur. Duket shumë sfiduese dhe ata të dy. Imagjinoni se sa nuk është vetëm dashuri në këtë rast, është shumë punë aty brenda, se imagjino ta mbash lidh dhe dashurinë e parë në distancë. Shumë punë. A do më vërtet aq. Ore edhe në distancë, edhe këtu ta kesh. Edhe çdo ditë ta kosh. Për në distancë, imagjino se sa shumë punë ka nevojë lidhja. Po, në këtë pikë kur është marrëdhënia kaq e gjatë, në distancë, sikur jo të çlirohesh, po merr malli për atë personin, se kur çdo ditë ka moment që do të zihesh se s'bën me të. Mos harro që po sa do thoja që okay të merr malli, po ti ke shumë gjëra që i kalon kur je në distancë. Por megjithatë që mos ikim shumë nga kjo tema e dashurisë parë, ti në ato momente, në ato periudha kur ke dashurinë e parë, nuk është se mendon shumë, mendon fare do të thonë. Mendon fare. Ti dashuron vetëm me zemër. Çdo gjë tjetër nuk funksionon, arsyeja nuk funksionon. Ai overthinku që kemi neve kur jemi më të rritura, si çfarë do bëjmë, lekët. Mua më pëlqen shumë të flas për dashurinë e parë se më duket, me thënë, është dashuria më e pastër dhe më genuine se ti çdo ndjesi e ke për herë të parë. Pra unë kur mendoj për dashurinë time të parë, mendoj për herën e parë që kam qenë xheloze për dikë, nuk dija si të reagoja, ç'është kjo ndjesi, ç'është ky avull në kokë. Edhe prandaj duket sikur mos e dua unë akoma këtë njeriun, nëse kam mbaruar, s'është ai nostalgjia dhe pastaj ti e krahason me dashurinë e parë çdo gjë, po nuk e për ta ndier kurrë sepse ti je rritur dhe tani ato emocione i njeh dhe i kontrollon, kurse atëherë të vinin të gjitha si shpull për herë të parë. Pa. Unë për shembull ka shumë gjëra që nga dashuria e parë nuk do të toleroja, po tisha me mend që kam sot, ama nuk do ndroja asnjëherë personin. Jam shumë okay, ndjem shumë falënderuese, besoj që po dhe ai. Ai duket shkruajt ndark. Pash episodin. What you doing? Flasim një herë në ca kohë, flasim një herë në komunikim. No, there's nothing about nëse vazhdoni flisni, do të thonë që jeni shkëputur akoma emocionalisht. Jo, thjesht bëjmë komunikime të vegjël, thjesht kanë respekt dhe mund të interesohen se çfarë po bën si je me jetën. A do vazhdoj të flisje me dashurinë tënde të parë nëse do kishe gjetur një marrëdhënie tani dhe një marrëdhënie? Po jo, thjesht jo, do të thënë nëse ne nuk flasim gjëra për të shkuarën, thjesht pyesim si tani, çfarë po bën. Po, intereson, për shembull, ka kaluar shumë kohë që atëherë. Po s'ka gjë, është një person që ka pasur shumë ndikim te unë dhe unë tek ai. Kemi qenë të dy të parë për njëri tjetrin edhe
Kjo fjalia, kemi qenë të dy të parët për njëri tjetrin. Ne, si gjithmonë, e ndam këtë temën në Instagram dhe si rrallë ndonjëherë se gotat shkruajnë, po kanë shkruar aq shumë, Pafund. sepse nuk përfundojnë me dashurinë e parë, saqë ishte dukeshin kështu si letra të shkëputura nga ditari i tyre, i kanë shkruar me shumë Të mallëngjyera, me shumë nostalgji, sepse nuk kanë përfunduar me dashurinë e tyre të parë dhe ishte shumë e bukur t'i lexoje. Kishte shumë arsye në fakt, pa ishte pak prekse, po. Ata lexojnë të parën. Lexoj. Kjo goca më shkruajti në fakt dhe mënyra si kishte shkruar duke i fikse kur po shkruante një ditari nga ndjesitë e saj, nëse ky telefoni im do më ndihmonte që unë ta hapja. Okej. Denisa ka shkruar: historia ime me Mr. Big nisi vrullshëm, verbërisht dhe pas një kthim prapa. Ishte mrekullueshme, eksplozive, e qëndrueshme deri diku, me shumë ups and downs, por kishte një naivitet dhe çeltërsi që nuk e kam gjetur edhe vite më vonë. Ne përfunduam pas 5 vitesh bashkëtesë, rritje dhe sërish shumë ulje dhe ngritje. Nga fundi kuptova, ishim pas udhëtimit ton të fundit bashk, që ne të dy nuk e shikojmë jetën me të njëjtin sy. Ai donte familje, unë nuk ndihesha gati. Ende nuk ndihem, edhe pse gënjej veten që dua. Ai vazhdoi jetën, dinjësisht me një vajzë tjetër që njohu direkt pas meje. Nuk kemi pasur më kontakte me vite, vetëm nëpërmjet miqve të përbashkët, që ndonjëherë kuptoj që pyet për mua si jam dhe nëse jam e lumtur. Ishte dashuria më e madhe e jetës time. Ishte konsumuese deri në pikën që më çoi në shumë fucked up choices që s'do i bëja në rrethana të tjera. Por dashuria nuk mjaftoi. Ne donim shumë gjëra të tjera bashk. Dhe jo, nuk harrohet kurrë, por bëhet më mirë me vitet. Për mua, e vetmja gjë që më jep qetësi është fakti që ai është i lumtur edhe pse me dikë tjetër. Pas shumë kohësh kuptova që kjo është dashuria. E kujtoj me nostalgji gjithmonë. Ai është ai që u largua. He's the one that got away from. Such a shame. Se shumë cute! Jo, shumë e bukur, po. Shumë bukur. To që thon dashuria është ta kuptosh që mund ta lësh edhe tikësh. Pra, ajo thot, he's the one that I got away from. Po, sepse ajo ka vënë lumturinë e tij përpara të vetës, se mund të bënte edhe egoiste dhe të thonte që do familje dhe ta mbante varr, po ajo ka vënë ngurinë e saj. Jo, sepse ajo mund vende lumturinë e saj të parën, do ta mbante atë varr dhe të thonte që ajo i ka shprehur që s'është gati të bëj kërë familje dhe e ka lënë atë të ikit drejt asaj që ai do, pavarësisht që është me dikë tjetër. Shumë sad. Po nuk mendoj që ti nuk dashuron më pas dashurisë parë. Jo, këto s'e mendoj. Gjatë jetës njeriu kalon shumë disa dashurisë, nuk dua të them shumë. Disa forma të dashurisë dhe unë po mendoj që dashuria transformohet dhe ndryshon formë dhe nuk jam fare me këtë idenë që ti nuk dashuron më siç dashuroje herën e parë. Po, ndoshta nuk dashuron më sepse ti nuk dashuron me të njëjtin verbëri që dashuroje kur ishe ashtu 16, 17, 18 vjeç. Po dhe tani dashuron, thjesht dashuria ndryshon pak formë. Edhe unë mendoj që ti mund dashurosh fort edhe nëse e njeh vonë. Dashurinë e tretë, të katërt. Një shprehje që thotë që asnjë dashuri s'është e njëjtë me tjetrën, është gjithmonë ndryshe dhe kjo është e bukur e dashurisë. Po të ishte e njëjtë, pastaj thjesht nuk do ndahesh, do rrihem atë person. Po. Qëndron dhe kjo. The one that got away. The one. Dashuria ime e parë nisi kur unë isha në vit të parë gjimnaz. Edhe pse nuk ka kaluar shumë kohë, 2-3 vite, ajo nisi një dashuri në kohën më para, duke u kënaqur me një shikim në ditë, duke më dërguar letra, duke më lënë fotografira në bankën e shkollës. Unë përsëri, edhe pse shija djalin shumë të dhënë pas meje, ja dash mundësinë të më takonte pas 3 vitesh kur nisëm universitetin. Aty u takuam dhe nisi lidhja jonë. Ai ishte i pari për mua në çdo aspekti, por përfundoi si një lidhje 5 muajshe. Vëllai im mori vesh për lidhjen tonë dhe më tregoi një pjesë të historisë së djalit që mua ai më kishte mbatur të fshetë. Dhe si rrethoj, kjo është një pengesë për lidhjen të ardhmen tonë. Unë vendosë të ndahesha, por përsëri nuk e harroj dot edhe pse kanë kaluar 3 vite nga ndarja. Nuk mendoj që do gjej dikë që më respektonte dhe që më vlerësonte më shumë se ai mashkull. Unë e pyeta më vonë, edhe ai djali kishte një histori gjakmarrje në familje dhe vajza nuk mund të vazhdonte më shumë me të. Okej. Ishte veprim i zgjuar nga vajza, po prapë thotë që nuk e kam harruar dhe s'do e harroj dhe pas 3 vitesh. Sa cute që ka folë me vllajën ta. Po.
vllai I mirë në këtë rast, që se ka bërë kështu thjesht ka treguar si gjë dhe se normalisht edhe sikur ta kishte bërë është një gjë që mund të bësh merak për dikë të familjes. Po, nuk jam shumë me këtë, se nuk dua ti më shoj shumë fort, po nuk jam shumë me këtë idenë që siç më deshi ai, nuk mendoj që do më doj kur kush tjetër. Mirë. Okej. Sepse ti e thua këtë gjë në momentin që nuk e ke gjetur ende këtë njeriu që të doj kështu ose se ti ta duash, por nuk mendoj që merr fund aty. Ai ishte dashuria ime e parë, fiksimi im I përjetshëm, fluturat, të dridhurat dhe çdo gjë tjetër e kam ndier me atë. Mendoj nëse e shoh prap tani në rrugë do t'i ndjeja me të njëjtin intensitet. E kam njohur kur kam qenë 19 vjeç dhe u lidhem kur unë isha diku 23. E doja aq sa nuk përshkruhet me fjalë, por jam një virgjëresh shumë budallaqe. Në trurin tim ishte fiksuar që ai nuk ishte për mua. Ndaj mundohesha ta fshija sa herë që ai vinte të më takonte. Kishim lidhje në distancë dhe me thënë të drejtën bënte shumë sakrifica pasi vinte 3-4 herë në vit veç për të ndjerur me mua. Më kërkoi të fejoheshim ose ta finalizonim disi këtë gjën ton. Ishte I gatshëm të vinte ai në Shqipëri pasi unë isha kundër çdo shpërngulje në atë kohë, dhe pse sot kam përfunduar emigrante në një shtet më të mërzitshëm nga ai ku jetonte ai. E refuzova. Nuk e di kush drejt që më fiksoi që ai nuk ishte për mua. Forcë universi do ketë qenë ose fiksime të mia pasi nga njerëzit përreth më fliste njëri. Se njëri keq ka dashur të thotë. Mendoj që ajo e ka thënë çdo gjë që duhet thoshte me fjalën jam virgjëresh. Sa kesh, qa fiksime duhet kesh, ose unë ndoshta dhe ka qenë intuit më, edhe se ti nuk fillon të fiksohesh që ky njeriu s'bën nga hiçi. Thjesht ne zgjedhim mos I besojmë intuitës, ajo ka zgjedhur ti besoj. Po, ose ka qenë intuit, ose ka qenë rasti që ty të bezdis ai tipi për shembull kur bën gjëra të caktuar dhe pastaj kur të ikën, atëherë thua po ishte çoni I mirë ky tani. Si dëgjosh është kjo. Derisa Ndoshta jemi POV të saktë. derisa të vi ai tjetri, se pastaj nuk zgjat më shumë. Kemi dhe kiçekicin e këtij emisioni që godet dhe mbyll. Po tani, nejse, se po flasim për dashurinë e parë dhe është cute. Ndërkohë, në shumë goca që u përgjigjen, pyetje se pse nuk përfundoj me dashurinë e parë, një djalë dërgoi këtë përgjigjen dhe është shumë interesante. Pikërisht sepse dashuria e parë, thot, dhe ti nuk e eksperiencë. Çdo gjë është kaq e brisht, ndaj dhe lëndohet. Duket çun që shkruan kështu? Interesante. Shpesh ndodh në një moshë të re që jepesh 100% tek ajo, derisa ti rritesh, ndryshon, kupton që do të bësh ende gjëra të tjera, të reja dhe sheh që je mbytur në atë lidhje. Është e bukur, mbahet mend gjithmonë sepse ka qenë e pafajshme dhe ke mësuar shumë bashkë me të. Si përfundim, ne nuk përfundojmë kurrë me dashurinë e parë, pasi ne atëherë zgjodhëm vëmendjen, ndjesinë, personin. Rritemi dhe kuptojmë që duam më shumë se aq, dhe ajo gjëja e ëmbël, e brisht, mbetet aty. Dhe do mbahet mend gjithmonë sepse ti kurrë nuk do jesh më I njëjti me të tjerët, siç ke qenë me dashurinë e parë. Thot Arnoldi. Ne ruajmë anonimatin, po meqenëse është çun, Arnold, thank you që ndave me ne. Unë mendoj që Arnoldi ka vetë Instagramin. Është kishte dashur parë. Edhe po thotë që Arnoldi nuk ka qenë gati. Jo, unë personalisht e besoj shumë Arnoldin që thotë se çunat nuk e harrojnë kurrë dashurinë e tyre të parë. Dhe kjo është bindja ime me 100 firma dhe vula. Nëse çunat dashurojnë shumë keq dhe kam Nikin aty që po ma konfirmo. E zeza. Niki ka një face të frikshëm. Fjalia që thuhet çunat nuk e harrojnë kurrë dashurinë e parë, më streson. Nuk e harrojnë. Sepse mua për shembull, ishi ima ka thënë këtë gjë. Edhe ndoshta unë e besoj. Dhe në një moment ti ndihesh mirë që thua, "Wow, ky s'do më harroj kurrë." Por në tjetrin ti do lidhesh me po tash portokale. Është vërtet. Dhe imagjino sikur ti të lidhesh të martohesh, të bësh një familje me dikë dhe ai do akoma dashurinë e parë. Dashurinë e parë. Ndoshta nuk do, po nuk e harron. Hapu dhe të futem unë pastaj nuk e drejt. Jo, po ka një gjë. E para nuk tham që të gjithë çunat I ndodh kështu, sepse jo të gjithë çunat dashurojnë marrëzisht herën e parë, se ndoshta ju ndodh që e përjetojnë dashurinë çik më vonë, por ndoshta ju ndodh që e kanë edhe pastaj e harrojnë ose e përjetojnë më lehtë ndarjen, por ama që bëhen posesiv, psikopetër, të sëmur pas dashurisë tyre të parë që është e vërteta, kjo është pak po e sigurt. Aprovoj.
Domethënë, e kanë shumë të vështirë të shkëputen nga dashuria e tyre par çunat se sa gocat. A provoj blej numra të ri, të marrin telefon, edhe kur ti ke vazhduar jetën tënde. Po sa raste kemi. Absolutisht. Sa mesazhe të tilla. Më gjeni një gocë që nuk e ka nuk e vërteton këtë teorinë që çunat realisht nuk e harrojnë. Ata që kanë dashur me vërtet, nuk po them të gjithë. Për momentin që çunat ngarën dashurinë e parë. Më vonë shohim si do na vi fati. Çfarë ndodhi për shembull, ja ti je lidhur me një çun që ka dashur fort dashurin e tij të parë. Çfarë ndodhi? Çfarë do ndodhi? Çfarë ndodhi? Një sekond, ja them unë. Është halli një motrës tonë që na ka shkruar. Ama e motrani nga t'ja filloi. I dashurim në atë kohë që është sot burrim, nuk ishte ditë që nuk më tregonte historitë e tija me ishin. Shumë mirë, transparent. Por nga të gjitha veçonte të parën e tij. Kemi 8 vite bashk dhe ka vetëm 1 vit që ka ndaluar duke folur për të. E pas ka mërzish. Dhe kur ishim bashkë në shtrat, pasi mbaronim duke bërë dashuri, nuk e di pse, por gjithmonë hapte tema për atë. Kur ishim në një ditë, ka qenë burri? Është burri momentalisht që po flasim është burri. Mbaroni se bëri dashuri dhe ai i tregonte muhabetet për flasim për faktin që bëjnë dashuri. Kur ishim akoma të lidhur, një shoqja ime e provokoi me adresën në sajt të Instagramit, pra si adresë sikur po ngacmonte burrin e kësaj. Dhe si për çudi dhe asaj, sapo ju fut në bisedë, i hapi muhabetin e ishes. Dhe i tha mes të tjerave, që si atë nuk të doj kurrë asnjë femër tjetër. Dhe është burri akoma? Dhe është akoma burri. Kurse mua më thoshte për ishin e vet, që ishte e zgjuar, që dëgjonte këtë për këshillat që ky i jepte, dhe që nuk besonte që do përjetonte me asnjë përveç asaj. Më thoshte që fytyra e asaj femre nuk harrohet lehtë. Më vinte t'ia thyej atë rinjt, por shqyr ndaloj se folori për të, pasi martesa s'të lëshëm hapësirë për të menduar. Dashurës tënde. Tani një sekond. Këto ose kanë qenë në fier? Ose kjo është rikthyer me ishin e vet. Faleminderit që ka pushuar. Që ka pushuar është rikthyer, se nuk ka opsion. 8 vite rresht. 8 vite rresht për atë që ka qëndruar aty. E tha dhe këtë episod që është rikthyer me ishin. Po pse bëni kështu? Ato shkretin e kanë çu pa dëshirë, këna i pal brekan atjere në fier, ai ka vesh edhe vazhdon mendon për ishin. Po të flasësh dhe me adres fake për ishin, ka gjë që s'shkon me men. Jo, i vetmi person që ka diçka që nuk shkon me të, është, më fal, të kam shumë gjanë. Motrajon. I vetmi motra lart e poshtë. Je ti se të flasi burri e zemra ime për ishin, ndërkohë që ju jeni në krevat. Pa seks, n'imagjino. Pa seks ish më rëndë se sa të flasi pa gjesti, për shembull. Është më mirë flasë për një mashkull pas seksit se për ishin. Për zotin. E bëj një sy qorë, nuk ka problem. Për një mashkull. Ua, jo me për të yshtër është kjo, goca. Goca pra! Ti të yshtet. Po, më falë se jam e shastisur. 8 vite e martuar. 7 vite. Duke folur për ishin. Duke dëgju. Po në këtë pikë unë them ta kishe ftu ishin në këtë tash i vjerë si është muhabeti. Se kjo që ka fantastike, mos bie ti mrena jetën e të tretë lumtur, se kështu i bien tani. Kam shumë pyetje për këtë gocën. Pa bitesha nëse s'do të. Kam shumë pyetje. Domethënë, një nga pyetjet më të rëndësishme që nëse e shef të episodin, lutem na shkruaj në Instagram, është pse vendose ta vazhdoje lidhjen me burrin tënd, martesën më saktë. Jo, pse vazhdove ta çosh në martesë. Po pse faleminderit Megli. Po pse je akoma e martuar? Ndoshta ke fëmijë, ndoshta nuk e di, kam shumë pyetje dhe përgjigje. Ka fëmijë se ka fotoprofili. Ka fëmijë. Mirë që nuk tha, a mund t'ja vëm gocës emrin e ishit që kujtimi i saj jetoj. Kush tash ndoshta nuk ja ka thënë në këtë pikë kaq shumë se i ka folur për ishin. Një gocë që njofun daja asaj i ka vënë kësaj gocës emrin e dashurisë së tij të parë. Me gruan kanë qenë në spital bashkë dhe i ka thënë atë ja vëm emrin e qenë e parë. Me gruan në spital. Do ishte ai në spital po t'isha unë. Sa e burg. Qa emri? Bam. Ne jemi kundër dhunës. Ndaj femrave. Pam. O, ishte shokuese. Këtë më përshtypje, që kur shoqja e kësaj e ka provokuar me adresë tjetër, çka ka pritur që jo, para se ti flasi për ishin, dhe asaj ka kthyer, e kupton? Po e para i ka kthyer, e dyta as nuk e ka ngacmuar, i është shpreh për ishin, ai ka pas kaq nevojshme. Ti flasi çdo njeriu për ishin. Çfarë ka bërë që na jep çik të burrin tan telefon, ta dëgjojmë dhe ne për ishin, se jam shumë kurioze.
Çka ka qenë kjo? Na ja akrobate, që ka përmendë edhe më seksi. Më fal, bërjes dashuri. Dashuri ishte element shumë. Po dashuri bëre ti, bëri ai me ishin. Dhe ti dodhesh aty. Kemi tjetër? Po, tani vajza do të mbyllni mikrofonin, jam shumë ta mbylli mikrofonin me Egli. Tani vajza do t'ju bëj një pyetje, por nëpërmjet kësaj letrës. Një gos na thotë që unë jam shumë e sigurt që djemt nuk e harrojnë dashurinë e parë dhe mundohen që në të ardhmen të gjejnë vajza që ngjasojnë si pamje me të parën dhe mundohen që të karakterit të ndryshojnë. Se kjo është e vërtet jam shumë e ofenduar. Tani, ndiem shumë e ofenduar. Tani. Unë mendoj që jam shumë më herë se ç'kam parë sytë e mi këto kohë. Mendoj që nuk ka si unë, me prandaj. Patjetër, po lulu i dhe lulu. E kanë për atë që zgjedhin për të martuar Megli dhe për të krijuar familje. Në pace. Tani, çfarë do bëni t'ju nëse ti je lidhur me këtë çunin dhe rastësisht sheh që ishi i parë i atij, ai mund të ketë treguar ishat, po jo të parin fare, ngjason shumë me ty. Çfarë do bëni t'ju nëse zbuloje që ishi i parë i të dashurit tënd ngjante shumë me ty? Do thoja pas ka shije. Ishi i parë pas meje. Shija si më loka. Vlerta. Falë se kuptova. Ishi i parë pas meje. Jo, atëherë. Zëm se në një univers paralel ti ke të dashur që zbulon për ishin të parë. Që të ngjan shumë ty, ishin e parë të dashurit tënd. Memo, Benardi. Pra unë jam e dyta. E disa ata mund të jesh. Nuk besoj që je e dyta. Ngjan shumë me ty. He has a type. Ka një tip. Më thoja ka shije. Ka shije, ka një tip, pavarësisht. Ajo është smura qarta si nuk mendon si ne, se ka gjithë bën. Shije. Ka shije. Benardi pa frym, nuk jeton më. Do thënë që Benardi pas ka një tip caktuar dhe varja pastaj. Është për typet. A duhet të pyesim çfarë do mendoje ti? Është momenti që do të pyesim çfarë do mendoje ti? E vesh, jemi të gjithë dhe publiku ynë. Çfarë do mendoje? Po, e para punës mendoj që pse ka ishte. Si mund të ketë ai ish? Si mund të ngjaj dikush mua? Po, kjo e para. Okej. Kjo e para. A do ofendohesh sepse ka një njerëz që të ngjan ty? Mendoj që ka njerëz që më ngjan mua. Mama! Keni parë një kvestion? Vide unë, se u boka bukur. Vërtet mendoj që s'ka njeri, domethënë. E din që të gjithë njerëzit kanë doppelgangers në jetë, është e vërtetuar shkencërisht. Ajo nuk ka. Ti mendon që nëse është e vërtetuar shkencërisht që çdo kush ka doppelgangers, ti mendon që ai çuni, ai që do kem unë, do jetë aq sa të kapi të dyja. Po do jetë ai se s'do lidhesh e ti po mos ishte aq. Po të dyja? Të dyja? Të dyja? Të dyja pra. Po njëra iku është edhe ty tani, si ndihesh mërzitë? Të zëvendësoj. Me një tjetër që duket si ty. Plas. Ja. Ndodh. I love you so much. Okej. Tani. Prandaj unë nuk do lidhem kur me një Virgo. Atë mos e thuaj se do e shohim deri kur të vi momenti. E di unë ku rref Vlertës, po s'ka gjë. E di unë ku rref Vlertës. Tani. Ku më rref mua? Vlertë. Mua më rref këtu tani që kam një vajzë në telefon e cila dje më tregoi historinë se si kishte marrë vesh që dashuria e saj e parë ishte fejuar dhe ndau ca emocionet të saj të para kur e mori vesh, ndjesitë e saj dhe thash hajde flasim bashkë këtë në studio dhe e binda. Kam Anisën në telefon. Alo. Hi. Përshëndetje. Si je ti? Mirë, si jeni ju? Super. Mirë. Hami atë kanë pushuar në një qik lotët nga djemi? Apo s'kishe lot fare? A do ndonjë shami? Nuk ishe lot fare? Jo, nuk shkova deri në lot. Po të alkooli shkove shpresoj. Nuk është se po promovojmë alkoolin, por mendoj që ndihmon në këto rastesh. Dakor jam. Moja Anisa. Se unë e bëra një intro. Si e more vesh ti që ishi yt, dashuria jote e parë ishte fejuar tani motër? Atëherë,
unë dhe dashuria ime e parë jetojmë pak a shumë në të njëjtën lagje apo zonë. Dhe një herë unë rastësisht e kam parë me një gocë këtë. Por nuk është se dyshova se thash okay se kishte një qëndrim, që unë zakonisht njihja qëndrimin kur ai rri me dikoj që ka thjesht për punë apo për dikoj që ka një qëndrim çuditshëm për çfarë lloji gjëje në këtë person, domethënë. Qartë, je qartë. Pa qëndrime tani. Jo, po nga përshkrimi që bën tregon që Duket sikur se ka harruar. Mos se ka harruar. Dhe gjunaf, nuk është në gjendje një mos ja kujto. Okej, kërkoj falje. Mund t'ja thojë në fund telefonatës, po ose kur ta kishim mbyllur për shkak. Unë mund ta them vetëm në fillim të telefonatës. Që? Gjithë qëndrimin tim kundrejt ish marrëdhëniesime. S'ka problem, mbaroj herë se s'kam putën pastaj. Okej. Dhe tani nga që jetojmë edhe pak shumë në një vend, në një lagje, ne kemi të shoqëri të njëjta. Gjithë zezat i pas. Për shembull, shoku im i ngushtë, njeh shokun e vet të ngushtë dhe ishin takuar një ditë rastësisht në rrugë dhe kishte pyetur që ç'a bën personi. Edhe ky shoku i këtij kishte thënë që asgjë, ka hapur një biznesin e vet, është fejuar. Edhe unë kisha, është fejuar? A mund të them një gjë, ky pas ka qenë se ti kur, domethënë ndonjëherë kënaqesh kur shef që je nda dhe nuk është se po ja del shumë mirë në jetë ai. Vaj nga ndarja, po edhe bëhet çik qefi. Ky pas ka dhe biznes edhe që ka. Edhe është pas ka bo hajër me gocë pas teje. Por zemra ime nuk keti problemi, është ai, e vdekme. Nuk e di që pas ndarjes mua ka filluar më ka marrë jeta për 8 vjet. Për mirë shpresoj, ë? Për 8 vjet për mirë. Po e kuptova, po mundohem që të motivoj sot se mjafton. Mendoj që ke dëgjuar mjaftueshëm. Po, shiko, kur e mora vesh, reagimi im i parë ishte që, u bëra pak nëmb, po jo shumë, çik. Un piva. Si ndjesi. Un piva sepse gjëja e parë që të kalonte në mendje është se çfarë ti mendoje dhe projektoje me atë njeriu, ndërkohë që çfarë ti ke projektuar ai po e bën me dikë tjetër, dhe thjesht kjo, e kupton? Po. Dhe pastaj kapa vetën dhe thash gjitha arsye sepse unë jam ndarë dhe janë shumë qartë arsye sepse unë jam ndarë dhe i thash nuk ka asnjë gjë, ka vazhduar jetën e vet, është nuk. A e ke lënë ti, më fal, a doje ti ndarjen apo e donte ai? Jo, unë e kam dashur ndarjen. E kupton si jemi ne dhe kur e kërkojmë vet prap, po ti pse lash? Tani që bëri hajër. Pse nuk ka shkuar në manastir pas meje dhe të heqë dorë nga dashuria dhe nga marrëdhëniet seksuale? E kam gabim, Megli? A nuk duhet me ndoshta shumë? Jo. Os më fol mua me ato tonë. Ej. Anisa, po cili është qëndrimi yt? Pra ti nuk mendon që e do akoma? Ai drejt për drejtën Blerta? Jo, nuk mendoj që e dua, më thënë, nuk e them dot, nuk e dua, e them tamam që s'e dua, s'kam asnjë edhe kështu. Me to që më mor goja duke e thënë tre se dua, mendoj që se dua. Nuk e dua. Në këtë pikë po ja thua vetes apo ne apo audiencës po na dëgjon. E kam shumë qartë. Thjesht nuk e dua, por kur e kujtoj më shumë sikur të merr malli për kujtimet, është thjesht si kujtesë dhe çfarë ke kaluar, po nuk është se do doja të kthesha apo kisha bërë tentativë që të flisnim prapë apo diçka e tillë, jo fare. Ti s'është se je e lidhur tani ose s'ke gjetur dashurinë akoma? Jo. Se di për të. Shoj që do i gjej një të tillë. Bën sens për mënyrën si ndihesh, se s'do të kishte plasme ndaj. Keqja nostalgjia, mërzot i madh, më ka personale me ne të bën të mendosh, ti vetë ndahesh, po një moment thu, a bëra mirë që u ndava? Bëra mirë, po mendoj që nëse të vinë këto mendime thjesht nga që ti e ke menduar që do ishte ti ajo të fejoj me atë, edhe mund të të rrshkasi pak, po qëndroje fort, edhe mos i thuaj urime, për shembull, se mos po i shkruan tap në edi dhe po i thuaj urime. Urime fejesa. Plaç në vend shpërthefsh aty ku jesh të dy bashkë. Gjëja që më prekut sepse unë doja ta flisja me ju është fakti se si unë ndjeva dhe pse drejqen duhet i ndihesh ato gjëra kur ti e ke shumë të qartë arsyeën pse je ndarë, që ti nuk e do më. Domethënë, janë gjithë ato gjëra dhe ti prap kur dëgjon për dashurinë tënde të parë, për shembull, është shumë weird, është shumë e çuditshme si ndjesi dhe më fal. Kalojnë emocione pafund. Është ajo që the ti vetë në fillim, nga që ti ke projektuar me këtë personin, domethënë, edhe mua më ka ndodhur që kur shikoja disa momente, terapia jon. Kur shikoja disa momente, thjesht në atë moment
ti thjesht i ndryshon fytyra, pra çdo gjë që ti ke imagjinuar që do ndodhte me këtë personin, tani është një fytyrë tjetër dhe ti e shef si film nga larg çfarë mendoje ti që do ndodhte ty me dashurinë tënde të parë. Po ti mos i shkruaj. Se lloj ishi. Jo, nuk i shkruajm, jo. Asnjëra nga ju. Jo, nuk e bëj sepse kam bërë një gabim të tillë dhe nuk dua të turpëroj më veten dhe të zgjohem të nesërmen dhe të mallkoj veten që ekzistoj. I shkruaj se këtij? I ke shkruar këtij? Jo, ka ndodhur diçka kur sapo u ndam, kaluan ja 3 muaj diçka e tillë dhe unë në dramën time jetësore dhe kështu mendore në këtë kohë, kuptova që shiko dua prap këtë energji, këtë gjë, nuk është se doja njeriu, unë doja çfarë më jepte dhe doje diçka të merresh. Doje the feeling. Dhe si unë si njeri që e dashuroj pak alkoolin. Absolutisht jeni emisionin e duhur. Isha vërtet në gjendje për të marrë makinën për të shkuar poshtë shtëpisë dhe për t'i bërtitur nga kati 0 në kat 5. Dhe thonë që romantistiti ka vdekur. Dhe thonë. Çaj the dilmoj në dritare të shonjë. E bëremi apo thjesht po domethënë po kam bërë vërtet dhe që aty e kuptova që ai ishte shumë serioz, që tha mos le skena më në lagje se nam nuk. Wow, mendova që ti po imagjinoje gjithë të skenën, domethënë ti e ke bërë me vërtet? Çfarë po imagjinonte më? Moj ka qenë tap, ka marrë makinën, i ka shku poshtë shtëpisë dhe bërtiste dil në dritare të të shoh një herë. Mendova që po e mendoja që kur isha Jo, e kam bërë dhe nuk dua më dhe nuk... Mendoj që ke bërë mjaftueshëm. Unë them ndro numër dhe... Ndro lagje, shtëpi? Unë tisha se ti nuk isha në Shqipëri fare njerë, ku ndodhe? Jo, se një sekond. Është reagimi i parë që mendon që mund të marrësh, ai do të fusi në shtëpi brenda dhe do kënaqeni. Po jo, se nëse ti pollet po shtëpis nuk të fut njëri brenda, se si në gjendje për të futur brenda, në gjendje për të çuar për serum, se ka marrë makinën tap dhe bërtiste po shtëpis tjetrit. Ajo thjesht mund t'i shkonte në derë ose t'i çonte mesazh tab. Ka lënë një sken. Po më shinta shkret. Fundja si do tregoj dashuri. Ti nuk ke kur gabim. Shej mashkull një herë të pana atë gjendje dhe të thatë lutem ik pas mler skena. Mler skena. Ai zoti. Këtë po thoja pra. Këtë po thoja. Unë mendoj që sezonin tjetër pa manuali duhet ketë një emër me toksicitet, në një provim toksicitet. Manuali ti meriton të kesh një divan në këtë panel. Hajde këtu, ulu me ne. Ti vlen. Ti vjen në fazën tjetër. Anisa, shumë faleminderit, ishte shumë interesante dhe shumë fan telefonata. Të lutem rri larg alkoolit këto ditë ose nëse pin alkool të ta marrin telefonin se nuk i dihet mos po uron ai fejes nej. Po i thuj bëfsh me fëmia. Po i thush për thefsha. Të lënë ajo ditën e dasmës. Varet si e ndjen në zemër urimin. Të përqafojmë. Edhe një përqafoj juve. Pacim. Gjërat e turpshme që bëjmë për dashurinë. Unë mendoj që janë ikonike. Çfarë do i themi fëmijëve? Si do i themi gocës që jo tëm të bëj goca ime kështu? Jo tëm i ka bërtit tjetrit po shtëpis, mos pi, mos i shkruaj. Thuaj që ta shofi sa keq mos shkoj situata dhe mos ta bëj. Jo, do bëj 2 fish dhe thotë e ke bërë ti më përpara. Po ti apo tregon për keq. Ka gjëra që nuk i thuajmë fëmijëve. Po. Kjo është një ndër. Jo, se pastaj nëse si thu fëmijëve përfundojnë sa i mesazhi në Instagram. Jo e ka bërë mami. Mund të thosh që shoqja mami bënte këtë gjë, po jo e ka bërë mami. Kemi më histori. Kjo është e fundit të merr kthes. Kush histori është? Na ke gjetur një që të na vrasi fare. Po. Ndoshta disa dashuri nuk marrin fund kurrë. Ti shëmbeten pezull mes kujtimeve dhe dhimbjes. Pse na isha në vit të tretë në gjimnaz kur e njoha. Ishte një vit më i madh se unë. Ishim vetëm 2 fëmijë që po dashuronim sinqerisht njëri tjetrin. Një ditë na pa një kushëri dhe shkoi tregoi në shtëpinë time. U bë një dramë shumë e madhe. Erdhi ai me babain e vet dhe gjithçka u bë shumë e madhe për mua në atë moshë. Vëllai më foli me qetësi dhe më tha që isha ende vogël për diçka serioze. Ne vazhdojmë lidhjen fshehurazi derisa kushërinë na pa prap dhe i tha përsëri familjes time. Aty më vu një ultimatum nëse do të zgjidhja midis atij dhe familjes time dhe unë zgjodha familjen time. U ndam dhe vetëm një vit më vonë ai humbi jetën në një aksident. Koha kaloi, edhe unë sot kam jetën time, jam e fejuar dhe kam mësuar të jetoj me atë boshllëk që disa njerëz lën pas. Sepse ka njerëz që nuk e harron kurrë plotësisht. Jo sepse nuk ecën përpara, por sepse një pjesë e zemrës mbetet përgjithmonë tek ata.
dhe ndonjëherë mendoj, të doja vetëm ta shikoja edhe një herë, vetëm për t'i thënë që pavarësisht gjithçkaje nuk e harrova kurrë. Kjo është ajo The One That Got Away, se dhe videoklipi asaj vdes dashuria parë dhe ajo është e martuar dhe hap kutinë e kujtimeve që shef fotot me atë. Na lexove tani pas gjithë alegrisë me Anisën, nuk e kuptova këtë letrën, domethënë për ta mbyllur me çfarë mesazhi. Është sadiste, i pëlqen të shohë. Më fal, po jo, me gjithë respektin, po pse E kishte shkruar shumë bukur, më pëlqeu. Ishte shumë Po, me vërtetë që e shkruar shumë bukur. Shumë e bukur ishte. Unë mendoj që pavarësisht të çdo gjëje, mendoj që dashuria e parë do jetë gjithmonë me ne dhe nuk ka për të ikur kurrë. Dhe kjo ndodhet edhe për të gjithë njerëzit që ne njohim, se ne në një farë mënyre ne jemi njerëzit që njohim, se ne marrim copa nga të gjithë. Pra për shembull, unë rri me ty dhe mund të marr ti e ke pas merr veste, huqe, mënyrë të folur dhe ne faktikisht nuk marrim nga të gjithë njerëzit, aq më tepër nga një lidhje që shumë bukur, që merr pak nga të gjithë, si mozaik. Po, unë akoma, domethënë, dëgjoj këngë që mi kanë thënë njerëzit nuk i kanë fare pjesët e time, dhe sa herë dëgjoj e kujtoj kush ma ka dërguar dhe më kujtohet. Imagjino në rast romantik që është thjesht dashuria parë. Mua më ka ndodhur krejt e kundërta në fakt, edhe përveç traumave nuk mendoj që më ka lënë ai Po sepse ti nuk është se e kujton lidhjen e parë me nostalgji. Mua për shembull unë e di që unë gjithmonë do ta kem pjesë vetes time. Shumë bukur kjo që ti thua. Jo për ta krahasuar me dikë, po unë akoma dhe sot e kësaj dite, unë kam shumë gjëra nga ai person, kam marr shumë që nga ana muzikore ose gjitha këto dhe mendoj që do jetë gjithmonë. Unë mendoj që ka një ndryshim, domethënë midis gocave dhe çunave, se ne gocat dashurinë tonë të parë nuk e harrojmë, ama nuk e bëjmë ku diun si simbol të jetës tonë dhe e krahasojmë gjithmonë me të tjerë. Ose për shembull edhe pse lidhem me dikë, kemi akoma në mendje të parë. Sa çunat nga ana tjetër, dashurinë e parë nuk e harrojnë kurrë, shumica e çunave ose përgjithsisht çunat nuk e harrojnë kurrë, dhe edhe pse lidhen martohen, akoma tentojnë, dhe ne kishim shumë mesazhe na vinin, tentojnë të shkruajnë dhe të pyesin si je, më ka marrë malli për ty. Ishte një histori në fakt që na harrom të lexonin, po ishte një gocë që i dashuri sa i parë, ishin të dy të parë për njëri tjetër, ishte martuar sot, kishte grua, fëmijë dhe një herë në muaj i shkruante dhe pyeste si je, a je mirë, më ka marrë malli për ty, shoh fotot tona bashkë. Faleminderit. Kjo është gjë më e shëmtuar dhe unë nuk shoh asgjë romantike këtu, më falni. Jo, nuk është romantike, nuk është absolutisht. Kjo është gjë më e shëmtuar që ti mund t'i bësh së pari personet që ke në krah, së dyti vetes tënde dhe asaj gocës tjetër. Domethënë, nëse ti nuk e do, thjesht ndau dhe mos merr limçaf njerëzit e tjerë. Po s'është ai ka ose ngel vetëm, bën kompromis, kjo më. Nëse këto i kemi diskutuar, po unë me që po e mbyllim, nga eksperienca personale, pavarësisht se e thash pak edhe në hyrje të episodit, është dashuria ndryshon forma. Edhe unë në një moment caktuar të jetës time kam menduar që nuk do dashuroja më ashtu siç kisha dashuruar në fillim, por ja që ndodhi komplet ndryshe, nuk po them që kështu siç më ka ndodhur mua është absolute, por ka dhe si këto raste kur ti humbet shpresën që do i gjesh dashurinë dhe gjen një dashuri më të fortë se kishe menduar ti ndonjëherë, kështu që janë të gjitha rastet. E mbyllim bukur me këtë. Unë me Xhesin. Po, jo, është e vërtet, domethënë se jam shumë e sinqert, ndoshta nuk do të jem, po ida ime. A do i gjej ndonjëherë? Mos e kur shpresën që dashuria e vërtet do t'ju gjej dhe do ta gjeni nëse fati është i shkruar, kështu që nëse jo, shkoni në Fier, merrni një apo është episod tjetër. Edhe kjo vlen, kështu që ne me zor bashkë do shihemi në episodin e fundit. Paci! Paci! Ándale!